Për të bërë planin e marketingut, menaxherit tuaj të marketingut i duhet gjithashtu edhe pozicionimi për sa i përket çmimit. Ndaj është mirë të zgjidhni se çfarë strategjie çmimi do të ndiqni në treg. Ka 4 tipologji çmimesh kryesore. E para është ekonomike, kur e mbushni hotelin plot me çmim të ulët dhe zini një pjesë të madhe të tregut. Penetrues është kur ju në fakt ofroni një cilësi të lartë shërbimi dhe dhoma shumë të mira, por çmimin e mbani të ulët. Skimming, quhet skimming, ajo strategji çmimi e cila i bën klientët të perceptojnë sikur aty bëhet nami, sikur është hoteli më i mirë në botë, por në fakt cilësia dhe shërbimi është i ulët, por ju mbani një çmim të lartë sepse doni të perceptoheni si një hotel ekskluziv. Gjithashtu ka dhe një strategji shumë të mirë që quhet strategjia premium, ku çmimi është i lartë sepse cilësia dhe shërbimi është i lartë. Të vendosur pra në një matricë kemi 4 tipologjitë të çmimit, kemi çmimin ekonomik kur cilësia është e ulët dhe çmimi është i ulët, kemi penetrim kur cilësia është e lartë por çmimi është i ulët, kemi skimming kur cilësia është e ulët por në fakt çmimi mbahet i lartë dhe premium, atë që duhet të synoni kur çmimi është i lartë dhe cilësia është e lartë. Hotelisht